perspektivën. Që të dyja do t'i diskutojmë, por përpara se dalim të këto të dyja dhe gjithë qëllimi mbrapa këtyre, do të flasim pak për ty më shumë. Po, pa tjetër. Na tregon pak për vetën fillimisht dhe me background e di që je pedagoge, po gjithsesi pak a shumë se të njohim më mirë. Pa tjetër. Për krejt ata që mu nuk më njohin, unë jam Elmira Paeziti, vi nga komuna Gjakovës, kryesisht me profesion jam pedagoge, master menaxhimin në arsim dhe arsyeja pse kom vendos me vazhdu këtë drejtim është për shkak që mblidh me punën që unë e bëj. Njëjtën kohë drejtoj një organizatje qeveritare Perspektiva që i ka 3 vite, pothuajse 3 vite punë aktive, ndërsa drejtoj edhe një qendër të kurseve, kryesisht qendra Eduajz në komunën e Gjakovës, të dyja blend të cekët, ku kryesisht kemi fokus edukimin e gjeneratave të një pas njëshme, duke fillu prej moshës hershme e deri tek mosha madhore. Të ndara normalisht me programe, cilat neve si qendër ose shërbime që neve ju ofrojmë, po ashtu ndërlidhet edhe organizata me misionin edhe vizionin që e ka qendra, për shkak që jo krejt kanë mundësi me indjek shërbimet tona si qendër, edhe ka vlet rrjedhimisht në gjatë punës që neve kemi bëhe, kemi pasë, kemi nevoj edhe qyteti jonë ka nevoj edhe për një organizatë cila në basë projekteve kanë me përfitu dhe ata të cilë nuk kanë nevoj. Edhe normalisht nuk kanë mundësi në këtë rast që të me ndjek shërbimet e qendrës Eduajz, po, ky është synimi jonë. Tani po ndërlidhim me Eduajz, pikrisht me qenë se është pak më e vjetër se Perspektiva, kështu që po e nisim pikrisht me idenë mbrapa saj dhe nevojën. Pse ka lindë fillimisht si nevojë për të hapur një qendër? Po, patjetër. Unë e kam cek në shumë televizione, arsyeja edhe pse kemi ardhur na deri tek realizimi i kësaj qendre mësimore tash 5 vite gati, është për shkak që unë gjithmonë kam pas ëndër me qenë një rol model si grua në të ardhmen, edhe fatmirësisht kom has në persona cilët e kanë pa ëndrat e mia ose kanë pa guximin tam në të ardhmen që unë mundem me bëj diçka më shumë, edhe bashkërisht me disa prej pedagogëve ose kolegeve të mia, fillimisht kam qenë edukator në një institucion tjetër dhe ata ma kanë besu punën, kemi hap të dyja bashkë, të reja po ashtu të dyja bashkë, e kemi hap një qendër që tash është ende aktive. Kemi ardhur, më thonë, aty unë kam punu si praktikante, po e kam pa vullnetin tam për punën dhe ma kanë besu punën me hap pikën e dytë të tyre. Dhe pastaj ajo e ka pa që po, në mundë me bo dhe komplet kompetenca dhe më kanë kalu mu. Misioni dhe vizioni këtë kësaj u konë që me ndryshu edhe me nësin se jo vetëm ata cilët janë prindi kanë të shkollum, të cilët janë të ngritur intelektualisht prindërit e tyre, munden me bo gjanat mira dhe të mdoja. Unë kom dashur me ndryshu këtë mendësi, me kuptu që po, edhe një vajzë prej komunitetit egjiptian, edhe një vajzë e cila është lindë dhe është rrit në komunën e Gjakovës, e cila është lindë dhe është rrit e rrethuar me pjesëtar të komuniteteve të ndryshme, po ashtu edhe me shumicën, me shqiptar, kam qëndru shumë edhe kom pa jetën me ngjyra, kom pa jetën me shumë ngjyra dhe kom thonë po, unë duna me qenë ajo e cila duna me ndryshu këtë mendësi që fatkeqësisht vazhdon të jetë prezente ende edhe neve jemi ata që duhet me ndryshu këtë mendësi edhe besoj që me personat të tillë kina me bo një hap më të madh, duke bo dhe me kuptu që edhe komunitetet kanë rol dhe rëndësi të madhe në këtë vend. Edhe ky ka qenë misioni, pastaj gjithsesi kom pas qëllim që me ndryshu cilësinë në arsim, me hapat vegjël, për shkak që e dim se institucionet Republika e Kosovës qysh është të dalë tash e sa kohë testi PISA dhe kemi pa që këtu na duhet me ndryshu. Pavarësisht që ndoshta jemi qendër e vogël, po me personat sado që na i kena pjesëtar aty, me pa që përmes programeve, shërbimeve që ne i ofrojmë, çka mundemi me bo me projekte pak më të mëdha. Edhe kemi pa që po, ne kemi ndryshu, na besojnë punën tash e sa kohë prindërit tanë, cilët ne i kemi, ndjekim domethënë shërbimet janë kryesisht qëndrime ditore për fëmijë, edhe kemi pas se sa shumë ka nevojë me pas Gjakova qendra të tilla, edhe po ashtu në fillim kemi has domethënë me shërbime thuajse vetëm për fëmijë, po gradualisht me ndryshimet
aktiviteteve tona kemi pa që edhe bazë kërkesave të klientave, e kemi pa që ka nevojë edhe për 3-3-ja, edhe pse jo për gjenerata pak më të mëdha. Edhe kemi pa që fokusin kryesor na duhet me jap në shërbime ose programe të cilët e kanë fokus kurset e gjuhëve të huaja, për shkak që në komunën e Gjakovës kryesisht shumë 33-ja e kanë ambicie për mi ndjek kurset huaja, për shkak që po e shohin veten brenda dhe jashtë vendit, në tregun ton, po ashtu edhe jashtë, duke... tani në këtë botë që po jetojmë janë të mësët nevojshme. Janë mësët nevojshme, po edhe kryesisht jemi të pas një numër të madh të interesumve, po ashtu përmes organizatës në jetën kohë që duhet me e cek, ne kemi arritur që me pas mundësi edhe 3 dhe 3-jat për ata cilët nuk kanë mundësi me ndjek këto kurse, përmes programeve të ndryshmeve, përmes bashkëpunimeve të ndryshme, 3 dhe 3-jat cilët nuk kanë mundësi, po ashtu shkollat e mesme përfshihen, institucionet ose universitetet të ndryshme, cilët nuk i kanë mundësi me ndjek këto kurse, vinë edhe ndjekin kurset falas. Patjetër. Dhe e përmende komunitetin që do doja të ndalesha pikërisht te kjo pjesë, ti përket komunitetit egjiptian dhe gjithsesi e ke pa edhe për sa afërmi e ke përjetu vetë situatën. Normalisht ndoshta edhe për nga moshatarët tu në kohën gjatë rritjes. Si ka qenë për ty ajo periudhë dhe çfarë ke ndryshuar ti? Si të shohin ata ty në këtë rast si shembull? Po pikërisht, e nisa bisedën me thanjen që gjithmonë kam synu me qenë rol model me atë sa kam mundësi me bo, edhe me atë sa kam mundësi me shërby për komunitetin, pavarësisht pa dallime. Ne dim edhe jemi dëshmitar se sa rastet të ndryshme po ndodhin me paragjykime, me diskriminime, para një javë ishte do të bëri buj, pikërisht një djali shumë i talentuar i cili po themi u sulmua dhe jo vetëm, do të thotë nga një baba i një fëmijë në këtë rast. Pikërisht. Ndoshta unë kam pas fatin, ose më me thonë, jam lind dhe jam rrit në një lagje e cila kryesisht ka pas banor cilët i kanë përkas shqiptar kryesisht kanë qenë, edhe nuk thjesht ndoshta nuk e kam evidentu në mas të madhe paragjykimet që më janë bo mu personalisht, mirë po komuna Gjakovës njihet që ka lagjet target group specifikume për komunitetet romashkali dhe egjiptian, edhe e di se sa sfide kanë ata. Zgjohen dhe binë në gjumë me diskriminime, me shtytje të ndryshme cilat ju bohen një pas njëshme, dhe kom pa që nëse unë nuk kam pas mundësi me hynë lëkurën e tëre, të paktën të bëj diçka për ta, me hapat vegjël me atë sa unë ka mundësi, edhe si që ceka dhe ma heret para misionit, ne kemi bo disa projekte në kuadrë të organizatës ku kanë pas synim, do më thonë, luftimin e diskriminimit apo antigjipsizmit në bashkëpunim me organizata të ndryshme, cilët jetojnë dhe punojnë në Republikën e Kosovës, edhe kemi pa që fatkeqësisht ende nuk i din termat çka do të thotë diskriminimi. Ende nuk e din termat diskriminimi racor çka përfshin dhe kujt i takon edhe këne ata kanë. Edhe ne kemi pas projekte për shkolla fillore, për shkollat mesme, dhe kemi pa që duhet shumë punë për më bo për më ndryshu mendësia, dhe fatkeqësisht ndoshta nuk duhet me lënë fajin krejtësisht vetëm tek fëmijët, po tek ndryshimi mendësisë tek prindërit, tek mësimdhënësit, sepse fatkeqësisht edhe mësimdhënësit deri diku ndoshta duhet padosht me qenë shumë kritike, por ndoshta duhet me qenë me shpletu pak ma shumë për historikun e komuniteteve romashkali dhe egjiptian, edhe me ditë me bo dallimin mes njërës dhe tjetrës, edhe po ashtu me qenë pak ma stoik kur dojnë me kritiku në rast nevojë ose qysh do që ju bjen situata mësimdhënësve karshi fëmijëve, e kemi pa që gjendja në komunitet nuk është bollë që është bo drejtash, kanë bo shumë para nesh, po ne nuk duhet mundal, misioni jonë është që me ndryshu mendësin, me ndryshu gjendjen e komuniteteve, edhe po besoj që nuk jam e para dhe e fundit që punon këtë veprim. Kemi shumë aktorë të rëndësishëm të komuniteteve cilët kanë bo punë të mrekullueshme dhe vazhdojnë me bo, po unë mendoj që kur e keni mision, nuk duhesh me prit me njëherë me ndryshu gjendja, por hap pas hapi e shë edhe vetë ndryshimin, e shojnë edhe vetë komuniteti që
gjendja nuk mundet me ndryshu me njëherë. Duhet me kalu kohë që me pa puna jote sa është vlerësu pas një kohë gjatë. Po deri tani sa ke arrit po themi që të kesh sukses në këtë rast tek ata të cilët kanë ndjek kurset dhe jo vetëm. Kanë qenë pjesë e projekteve, po besoj që do të flasim edhe për perspektiven, me qenë se aty ka ndoshta edhe projekte të cilat janë specifike pikrisht për grupën në këtë rast, komunitetet. Faleminderit shumë që e bëre këtë pyetje. Unë du me nda një storje suksesi, më me thonë. Kemi pas raste se na kryesisht shërbimet që i ofrojmë në aspekt me edukimin edhe qëndrimet ditore, kryesisht janë prej moshave, klasave 1 deri në 5, po kemi kërkesa edhe për shembull prej 3-ve dhe 3-jave cilët ende nuk fatkeqësisht janë analfabet. Po, nuk di shkrim lexim. Nuk di shkrim lexim. Edhe kemi pas raste storje suksesi ku 2 ose 3 studenta e kanë përfundu klasën e 9, edhe kanë pasat stresin se qysh unë kam arrit me përfundu suksesshëm testin arritshmërisë. Brenda një periudhe 3-4 mujore, të gjithë studentat po e se kanë pas sukses në testet arritshmërisë, tash veç ndjekin shkollimin e mesëm, 2 prej tyre janë këtë vit maturant, edhe unë veç me këto storje, kur vjen studenti tek ne, na viziton shumë shpesh, edhe na uron uratat më të mira të mundshme për shërbimet sa do të vogla që na kena pas mundësimi e jap, po ashtu edhe... Ta student janë të komuniteteve? Jo, shqiptar, po flasë për shumicën, më thonë, që kemi pas raste jonardhe dhe kanë kërku shërbimet tona, dhe pse ndoshta nuk ju kanë përkas në moshës cilët na veç i ofrojmë shërbimet. Ka pas raste kur një i ri prap nuk a ditë shkrim lexim, jemi hi prej gjanave bazike që është dashur me mësuar qysh në fillimet e shkollimit, edhe tash është punon, vepron në komunën e Gjakovës, edhe thjesht është i vetëdijshëm për veten e vet, edhe për gjana që ai kanë me ndjek çdo ditë. Rutina ati e ditës ka ndryshuar momentin që veç i ka marrë shërbimet e qendrës së Duajs. Po ashtu vlen ceket edhe për kurset e gjuhëve të huaja. Kemi pas raste kur klientët tonë prap i kanë pas gjanat bazike, ndoshta klasa parë, 2-ta, 3-ta që i kanë ndjekë dhe kanë pas nevojë për bashkim familjar me dalë jashtë vendit, ose për vizë pune, ku ta dione, po thjesht nuk e kanë gjetë veten askund. Apo edhe ndonjë punë. Apo edhe ndonjë punë brenda vendit kemi shumë qendra të cilat kërkohen qoftë gjuhën angleze apo gjuhën gjermane që ta kenë të njohur për të marrë një vend pune. Pikërisht. Thash ma herë, do më thonë, kanë pas shumë pak klasë të shkollimit edhe kanë arrit me testin që kreti din, testi GT dhe OSD, cilët janë testë ndërkombëtare dhe që njihen kudo në botë, e kanë kalu me të parën. Do më thonë, ky është edhe një storje suksesi në programet edhe shërbimet që ne vi ofrojmë për kurset të gjuhëve të huaja. Do më thonë, kemi student me qindra student të tillë, cilët i kanë kalu provimet me thuajse tentativën e parë, edhe kjo për neve na bën me kuptu që ne jemi të bo punë të mirë, po nuk duhet mundon me kaq. Patjetër që po. Dhe tani po kalojmë te perspektiva, me qenë se edhe diskutuam pak më herët që thuaj se e njëjta ka të bëjë me edukimin, po gjithsesi ka një përfshirje tjetër. Po. Qendra Ojeqër Perspektiva kryesisht është në Selinë Gjakov. Fushveprim ka rinin, edukimin, barazin gjinore, të drejtat e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian dhe shërbime socio-psikologjike. Vlen të ceket, pse unë kryesisht prape kom vendos edukimin një prej fushveprimit parë, është për shkak e thash edhe ma here që jo krejt e kanë mundësin me ndjek shërbimet tona, edhe tash 2-3 vite ne ofrojmë kuadër të organizatës, shumë shërbime cilët klientat cilët kanë ju në adresu tek qendra Duajs kanë mundësi tash me ndjek shërbimet përmes projekteve cilët fitohen, qoftë prej thirrjeve që bëhen brenda Gjakovës, në Prishtinë ose kudo tjetër, edhe e kanë mundësin me ndjek shërbimet edhe ata cilët nuk kanë pas mundësi deri tash.
Po ashtu fokus kemi pas edhe rinin, po ashtu tash sa vite sa është aktive qendra Eduajs. Na nuk është që varemi këta duhet me cek, nuk është që organizata perspektiva varet vetëm prej projekteve. Na fatmirësisht, kryesisht stafi jonë punon edhe ka të mishru në aspektin human, punojmë edhe pa projekte, nëse dikush ka nevojë për neve, na jemi në gjendje me ofru ndihmë atë sa kena mundësi edhe kapacitet, kështu që po, kryesisht fokus dhe shërbimet cilët ne mendojmë edhe projektet cilat ne mendojmë me i realizu është edukimi dhe rinia, për shkak që ne fatmirësisht rinin e kena është pasunie jona rinia dhe mendojmë që përmes edukimit edhe rinis ne mujmë ndryshu si vende dhe rinia mundet me pa veten edhe këto. Se fatkeqësisht po na ikin shumë të ri edhe na duhet me kona ata që na duhet mi jap shpresë që po, dhe këtu është vend për me punu dhe me vepru. Dhe është vendi mundësive në fund të ditës. Është vendi mundësive. Kemi shumë historie suksesi, shumë raste, shumë mundësi, ku pak edhe me dasht mund t'i bëj njeriu jo 1, po 2 apo 3 puna në qoftë se veç dëshirojnë që ta arrisin, sepse hapësira ka, vendet punës ka gjithmonë edhe besoj që gjithë ata që duan edhe t'u lumtojnë të gjejnë veten e tyre në shumë sfera ku mund të adresohen. E përmendëm gjithë përfshirjen, gjithsesi do të ndaleshim pak tek aktivitetet të cilat janë realizuar deri më tani në kuadër të perspektivës. Po, organizata perspektiva në momentin kur ka vendos me u themelu, synim ka pas që mos me pas projekte cilat kanë me qenë target vetëm për komunitete. Fatkeqësisht kemi shumë organizata këtu, pa dasht me specifiku me emra, po ka organizata edhe projekte cilat e kanë me padyrim, pa mundur me bo gjithë përfshirje, po kemi pas raste dhe kam qenë vetë e re dhe i kam djek projekte tila ku kanë qenë target vetëm komunitetet. Unë mendoj që në këtë mënyrë na nuk muj me bo ndryshime, për shkak që nëse unë e shoh një dhurat e cila me specifikat e veta, me sfidat e veta që i ka pas një jetë, ajo ka mujt me arritë, dhe pse ka qenë shqiptare, pse unë nuk mundem me bo një gjatë tillë. Kështu që po, përmes projekteve cilat janë gjithë përfshirëse dhe ka me pas pjesëmarrje të komuniteteve shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, tritë dhe trejat ka me pa. Dhe në fund të ditës gjithë përfshirja këtë e ka? Këtë e ka mision. Edhe organizata ka këtë mision, që do të thotë me pas në çdo projekt që na kena me realizu, gjithsesi me pas gjithë përfshirje. Për shembull, nëse vetëm një projekt ka pjesëmarrje ose kanë me përfitu disa tri, 70% kanë me qenë shqiptar, 30% kanë me qenë komunitet. Për shkak që prej shumicës na duhet me marrë mësim, do të thotë kur na shohim rol modele të ndryshme. Apo ndoshta edhe shumica me marrë mesazhin. Patjetër, kohëve të fundit është ndodhë ndryshmja, domethënë është, po mu më vjen mirë që jemi të ushtuar dhe fatkeqësisht deri ndoshta me thonë 5 deri në 6 vitet të kaluara, nuk kemi pas studenta të diplomum, tash kemi edhe doktorant, magistratur, cilët veç i kanë kryer studimet edhe janë të selektuar në profesione të ndryshme. Deri tash nuk i kemi pas. Tash kemi shumë profile të ndryshme, cilët na duhet mu krenu si komunitet që na jemi të zhvillu, jemi të integru në këtë vend ku jena të punu dhe të vepru. Shumë e vërtet. Doja të pyesja për rastin të cilin e përmendëm pak më herët edhe i cili ka bërë njëkohësisht bujë mediatike, si e ke pa ti personalisht, si situatë? Ndoshta muj me qenë pak skeptike në këtë aspekt, për shkak që roli medjave, qoftë në aspektin pozitiv dhe negativ, ka rëndësi shumë të madhe. Ndoshta ka qenë fat për djalin cilin ne po flasim, ka qenë fat i cili u bo mediatikisht shumë e madhe, edhe ai ka me një farë forme për një fatkeqësie i cila i ka ndodhë, ai ka përfitu shumë. Po na duhet me mendu edhe mundal që shumë raste tjera, ndoshta nuk e kanë pas fatkeqësisht, po ndoshta po tingëlloj shumë keq që po e tham, po ndoshta e ka pas ai fatin që çka shumë u bo e madhe puna mediatike për fatin e djalit, edhe ai sot ka marrë ftesa prej federatave të ndryshme, qoftë brenda dhe jashtë vendit, po ka raste shumë që për shembull hiq ma larg para një jave,
një fëmijë 4-5 ditë nuk del në shkollë, në komunën e Gjakovës, nuk din fatkeqësisht edhe prindërit cilët vedia atyre është pak ma e ullt, me thonë, edhe thjesht frika që mos po ndodh diçka më e madhe, frika se ndoshta mos po penalizohet familja që nuk ka lajmëruar me kohë tek policia se është duk fëmia. Fëmia është duk, është dalë pas 4-5 dite në shkollë dhe veç e mban mend ditën kur është marrë dhe e ka pa veten në mal. Do të thotë, kemi raste tilla, nuk është bë mediatike, edhe rasti është mbyll brenda 3-4 dite në polici edhe në gjykat. Do të thotë, kemi raste tilla që fatkeqësisht hasin e veshin e shurdhër, po unë mendoj që si për të mirë, prap e thash, si për të keq, media duhet me pas prap janë të bë punë shumë të madhe për raste të tilla, po unë mendoj që institucionalisht e kemi fajin. Do të thotë, rastet munden me ndodh, po institucionet janë ata që ndoshta i lojnë pas dore këto raste. Shkon për shembull rastin polici, mirët vesh, dalin mediat, pas 3-4 dite, një javë veç rasti shkon të uzbe, nuk rishikohet rasti çka ka ndodhur me atë fëmijë ose me viktimen, edhe kështu del të kuptohet që na si vend, na si përfaqësu si institucione, ndoshta duhet me bo punë më të mëdha pas rastit që ndodh, shkaqet që po ndodhin, arsyeja pse po vjen deri te kjo, edhe thjesht ndoshta me lyp përgjegjësi më shumë institucionale. Dhe kjo është brenda. Është brenda. Pikrisht. Gjithë kjo mendësi është brenda këtyre institucioneve, prandaj edhe shuhen apo thjesht nuk vazhdohet që të punohet në këto raste. Personalisht ke pasur ndonjë rast diskriminimi për cilin do dohet ta ndajemi ne? Po besoj vazhdon të kesh? Vazhdoj paragjykime? Tani shtoja kësaj përveç që je pjesë e komunitetit je edhe femër, edhe ndonjëherë kur bën këto dyja bashkë din edhe të marr masa tjera. Po, ndoshta po e ceki është prap është lloj i diskriminimit, por mendoj që është pozitiv prap. Momentin kur kom hap qendrën e Duajs, gjithmonë kam qenë skeptike dhe kom pasat më dyshmjet a kanë me marrë mu shqiptarët, edhe pse jam drejtoj një qendër edukative, po i përkas komunitetit egjiptian, a kam me pas pjesëtarët komunitetit që mu kam me ma besu punën, po në bazë kërkesave cilat i kom pasur, thuaj se 95% pjesëtarëve i kam të shqiptar, ndoshta veç 5% të komuniteteve i kam pjesë qendrës time që veç i ndjekin shërbimet tona, edhe po, vazhdoj me pas prap sfidë këto që Elmira po është punëtore, e don punën, po okej, hajde po e çojmë diku tjetër. Prap vazhdon me qenë sfidë edhe mendoj që është prap diskriminim, por mendoj që është diskriminim pozitiv për shkak që unë përmes punës, shërbimeve të cilat i ofroj, sukseseve që unë i kam, mendoj që muj me thy këtë tabun që veç komuniteti edhe pjesëtarët e komunës Gjakovës e kanë, po fatmirësisht unë nuk muj me thonë që nuk jam prit keq në komunën e Gjakovës, për shkak që ndoshta edhe kom punu fort për me tregu veten se kush jam, edhe çka bëj. Dhe kështu arrihet. Po. Vetëm me punë arrihen gjitha suksese. Pavarësisht sfidave, kur e din qëllimin tonë dhe vizionin cilin e ki për jetën, nuk besoj që del një sfidë dhe një barë për para që mundet me ta ndalë ëndrën që ti e ki. Kush kanë qenë personat që të kanë ndihmu për këtë sukses, Elmira? Okej, patjetër që familja nuk duhet me mohu, po unë gjithmonë thamë se ndoshta jam vet motivume për gjitha sukseset që kam mujtë mi arrit deri tash. Jam vajza e parë në familje, edhe mendoj që gjithmonë e kom pas atë synimin që Elmira duhet me bo një ndryshim, Elmira ndoshta duhet me qenë një vajza e parë e cila mundet me shty vajza tjera të familjes time me qenë ende më të mira si Elmira, edhe po, besoj që kam qenë vetë motivume me ardhe këtu ku jam. Pavarësisht mbështetjes maksimale që kam për familjen time, që po besoj pa ata nuk kisha mujt me arrit këtu ku jam. Për shkak që ka i herë mbështetja morale dhe familjare të nevojitet shumë për me ndjek një hap për para ose me marrë një vendim më të madh. Po besoj që edhe roli i edukatorëve që ti ke pasur njët, edhe ata ka një rol të jashtëzakonshëm për
formimin e një personaliteti në këtë rast. Patjetër. Ju jeni vetë edukatore, kështu që e dini më së miri, në këtë rast edhe ndihmoni të gjithë ata që vijnë për shembull për të marrë. Vetë profesioni jonë është human, kështu që te na nuk ka pesh edhe nuk ka rëndësi aspekti financiar, se sa ka vlerë kur unë e shoh një fëmijë një triton i cili po ndjek ëndrat e veta, po ka sukses matutje kur veç e di që i kanë ndjek disa hapa tek ne edhe po. Ne përmbushemi kur shohim suksesin e gjeneratave të reja, kur na veç i ndjekim. Kështu që kjo është ajo që neve na mban gjallë dhe mundohemi gjatë gjithë kohës me bëma të mirën për veten, për gjeneratat cilat na veç i përcjellim. Si u ndihmon tani, për shembull, personave tani nuk po bëjnë ndasi, po gjithsesi në përgjithësi personat të cilët në një farë mënyrë ndjehen të paragjykuar, të bullizuar, të diskriminuar dhe gjenden në situata të tilla? Unë mendoj që komunikimi zgjedh gjithçka. Edhe mendoj që përmes komunikimit s'pari me pyet çysh ka rrjedh rasti deri këtu ku jashtë, çka ka ndodhur, cilat janë shkaqet, atë ka ndihmu dikush, a ki ofër familjen, nëse veç unë kom rastisë edhe kom pa që një prej fëmijëve ose tritonëve pavarësisht është diskriminu, gjithmonë duhet me ditë shumë akter kryesor, a janë të përfshirë ose jo. Në rastin që veç e ceka ma heret, do më thonë, familja ish e përfshime, mirë po nuk dike se ka duhet me shku me u drejtu, pikrisht. Ka duhet me u drejtu, edhe po, veç në qëtë mënyrë, unë mendoj që si vajzë, si grua, si pjesëtare komunitetit, si, me thonë, përgjithse komunitetit në përgjithsi, mendoj që përmes komunikimit, përmes institucioneve, rrugëve të duhura, na duhet me zbardh rastet të ndryshme. Pavarësisht, jo veç për komunitetet, po në përgjithsi, sepse ne tek e fundja jemi përgjiths për punën që neve e bojmë, pavarësisht ndasive ose paragjykimeve që mundet mi ndodh se cilit pjesëtar të komunës Gjakovës, kryesisht për shkak që punoj dhe veproj në Gjakovë. Po, cilat janë planet tani jo vetëm për Eduajs, po gjithsesi edhe për perspektivën, me qenë se folëm për të dyat? Pyetje e sikletshme, për shkak që kohëve të fundit kom vendos mos me fol shumë për planet të më të tjeshme, për shkak që na ka mësu pak pandemia, mos me bo plane afatgjate, po pavarësisht Elmira është veten gjithmonë, çdo vit, dhe unë them gjithmonë luftën më shumë ti e kam me veten teme, qysh më bo verzioni më i mirë vetes teme. E kështu që mendoj përmes vetbesimit që mu mshtohet, edhe mbas suksesit që unë e kam, gjithmonë kam ushtu dhe përgjithësia çka Elmira, çka qendra Eduajs, çka perspektiva ka me bo më shumë, por më me thonë që gjithmonë ka me qenë inovative. Kjo mundet me qenë, ndoshta ajo që ka muj me premtu për të ardhmen, gjithmonë ka me qenë inovative. Për shkak që edhe qendra Eduajs njihet për programet e saj inovative, duke përfshirë teknologjinë kohëve të fundit, por edhe programet që veç i ka qendra mundohen maksimum me qenë inovative dhe se cili me ndi vetën si shpinë e vetë. Krejt për fund, po e bëjmë një thirrje për gjithë ata që ndoshta kanë nevojë të mësojnë në ndonjë gjuhë të re dhe jo vetëm që t'i bashkohen Eduajs, pse jo? Ndoshta mund të përfitojnë edhe ata për diçka për veten e tyre për të ardhmen. Patjetër, tërë mesazh për krejt trit, rejat, fëmijët, pavarësisht moshës, gjinisë. Mendoj që qendra Eduajs i jep mundësi dhe hapësirë të gjithëve, edhe gjenë hapësirë, programe individuale, pavarësisht nevojave dhe kërkesave të cilat i kanë. Jo krejt i ri dhe re e dojnë një program specifik, por ndoshta duhet mi u përshtat pak nevojave të secilit klient, edhe qendra Eduajs e bën këto. Do thot i përshtatet nevojave dhe kërkesave të klientave, për shkak që disa prej trive ndoshta nuk e kanë me ngut me mësu gjuhën e huaj, disa prej tyre kanë me patjetër me mësu në faza shumë më të shpejta kohore, kështu që ne mundohemi edhe bojmë plan programe kurikula, ashtu që se cili me ndi vetën rehat, edhe mi u përshtat se cili. Do më thonë, qendra këto e banë. Për këto edhe ka sukses, për shkak që mundohemi as një student, nëse certifikohet e qendra Eduajs, mos me dalë pa e pas të plotësuar nivelin cili ai ka ardhur me ndjek tek ne.
Shumë kënaqësi që të pata në studio Elmira, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, por shpresoj që do të shihemi edhe hera tjera. Faleminderit shumë për kohën, hapësirën edhe televizionit, i cili ma japi mundësinë me tregu se kush është Elmira dhe çka bën Elmira. Shumë kënaqësi edhe një, faleminderit. Me ishte mi dashur.